Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjekët zbulojnë të vërtetën. Këto janë në shenjat e para që ju dërgon trupi përpara goditjes në tru. Goditja në tru shkaktuar nga ndërprerja e qarkullimit të gjakut në tru. Për fat të keq, kjo është arsyeja e katërt më e madhe e vdekjeve të të rriturit. Kur ndodh goditja, qelizat e trurit në zonat të caktuara fillojnë të vdesin, pasi mbeten pa oksigjen dhe lëndë ushqyese, për të cilat kanë nevojë për të funksionuar. Më të rrezikuar nga kjo sëmundje janë njerëzit që kanë probleme me zemrën dhe qarkullimin e gjakut, si Tonelt Pico. Për këta të sëmurë, mjekët rekomandojnë që të evitohen sa më shumë ekspozimin ndaj diellit, sidomos në orët më të nxehta të ditës. Temperaturat e larta bëhen shkak për rritjen e presionit të gjakut. Faktorët kryesorë që ndikojnë në avancimin e kësaj sëmundje kaq të rrezikshme te gratë janë: pilulat kontraceptive, pirja e duhanit, mbipesha, migrena e të tjera. Nëse këta 4 faktorë do të bashkohesin së bashku, rreziku për një iktus do të ishte i dyfisht dhe më i rrezikshëm për jetën, aq sa mund të ishte edhe në kushtimin e jetës suaj. Shenjat kryesore që paralajmërojnë një goditje në tru janë: vështirësia për të folur, ajo flet në mënyrë të pakuptueshme ose belbezon, ose nuk mund të shqiptojë dot asnjë fjali, ose nuk i kupton fjalët. Nuk lëviz dot gjymtyrët, si për shembull dorën ose këmbën. Tërheqja e muskujve të fytyrës të asaj ane që nuk lëviz dorën ose këmbën. Pra fytyra bëhet asimetrike. Urinon dhe defekton në mënyrë të pavullnetshme, të dridhura të pjedhshme ose në të gjithë trupin. Të vjella. Nëse ju vëreni në trupin tuaj një ose më shumë nga këto simptoma, mos prisni por veproni. Drejtohuni menjëherë tek mjeku juaj i familjes. Në këtë situatë, nëse i sëmuri ka të vjella, është më mirë që të bëni kthimin e kokës nga ana e majt me qëllim që të mos bllokohen rrugët e frymëmarrjes dhe të hiqni protezat ku ato janë. Dhe kështu do të keni një lirim më të mirë në situatën tuaj më të vështirë. Një goditje në tru është një sëmundje mjekësore potencialisht fatale që lind nga ndërprerja e furnizimit me gjak në tru. Kjo mund të ndodhë kur një enë gjaku shpërthen ose rrjedh gjaku në indet e trurit, ose kur një enë gjaku bllokohet në tru. Qelizat e trurit fillojnë të humbasin kur rrjedhja e gjakut ndërpritet, sepse nuk mund të marrin mjaftueshëm oksigjen. Gjithashtu, ka arsye të ndryshme të goditjes në tru, siç mund të jenë goditja ishemike ose goditja hemoragjike. Ka shumë faktorë që kontribuojnë në këtë gjendje, duke nisur dobësi ose mpirje të papritur të fytyrës, krahut ose këmbës, veçanërisht në një rënant të trupit, kufizion i papritur, probleme me të folurin ose të kuptuarin të fjalive. Gjithashtu, ka shumë përparime dhe menaxhime të goditjes në tru. Megjithatë, më e rëndësishmja nga të gjitha është të njohim simptomat se është një goditje në tru. Në shumicën e rasteve, vonesa për të kuptuar se ai person ka pasur një goditje në tru është një pengesë kryesore për të shpëtuar shkallën e dëmtimit të trurit. Për këtë është me vend edhe të njihen simptomat e goditjeve në tru. Siç e dimë se zakonet të ndryshme të trurit kryejnë funksione të ndryshme të trupit tonë. Ekziston një zonë për të kontrolluar lëvizjet e dorës dhe të këmbës, një zonë tjetër për të bërë që të perceptojmë ndjesinë të ndjerit në një rënant të trupit, një zonë të ndryshme në lidhje me aftësinë të folurit. Simptomat e goditjeve në tru varen edhe cila pjesë e trupit është prekur. BIFEST është një akronim për të kuptuar simptomat e zakonshme siç mund të jenë: çrregullime të ekuilibrit, anormali të lëvizjeve të syve dhe të shikimit, devijim të fytyrës, dobësim të krahut, çrregullime në të folurën. Nëse vëreni këto simptoma her pas here në trupin tuaj, atëherë duhet të konsultoheni me një mjek specialist, pasi në të kundërt, gjendja juaj mund t'ju kushtojë edhe jetën. Goditja në tru është vdekja e një indi për shkak të ndërprerjes së qarkullimit me gjak dhe dëmtimit të dobët të oksigjenit në tru ose për shkak të këputjes së një ene të gjakut. Zakonisht ndodh papritur dhe shoqërohet me një sër simptomash të ndryshme që duhet të përgjigjen menjëherë. Shumë njerëz e përjetojnë në një goditje, pas disa kohësh vazhdojnë të jetojnë normalisht për disa ndryshime të rëndësishme të jetës së tyre. Por çfarë shkakton një goditje në tru? Ka 2 lloje të goditjes: infarkt ishemik dhe infarkt hemoragjik.
Me ishemik, furnizimi me gjak i një pjese të trurit ndërpritet për shkak të bllokimit të enëve të gjakut. Me një goditje hemoragjike, ena e gjakut shpërthen dhe parandalon rrjedhjen normale të gjakut. Rreth 85% e goditjeve në tru janë ishemike. Shkaku më i zakonshëm i dëmtimit të enëve të gjakut në tru çon në një goditje të arteriosklerozës, një sëmundje që çon në formimin e yndyrnave, mpiksjes dhe kalcimit të enëve të gjakut që çojnë në bllokimin ose dobësimin e mureve dhe enëve të gjakut. Ka disa faktorë që mund të ndikojnë në shfaqjen e një goditje dhe këta përfshin një dietë të varfër, të cilët mbizotërojnë ushqime tepër të kripura dhe shumë yndyrë. Përveç kësaj, pasiviteti fizik, konsumi i tepërt i alkoolit, pirja e duhanit, mosha dhe gjenetika mund të jenë rol ndikues. Goditja në tru është më e zakonshme te gratë të moshuarit dhe mund të ndodhë edhe te njerëzit që kanë probleme të tjera shëndetësore, si sëmundje të zemrës, diabetit, çrregullimet e koagulimit të gjakut, presioni të lartë të gjakut dhe kolesteroli i lartë. Një numër shumë i madh i grave se sa burrave humbasin jetën nga goditja në tru dhe sëmundjet kardiovaskulare. Por si mund të njohim një goditje në tru? Edhe pse shumica e simptomave të një goditje janë të njohura, disa njerëz ende nuk reagojnë menjëherë kur ato ndodhin, duke përkecuar kështu pasojat që lindin pas saj. Sa më shpejt të kërkohet ndihma, aq më e lehtë dhe më e shpejtë do të jetë shërimi. Vetëm simptomat të shfaqjes së pjesës së trupit që kontrollohen nga pjesa e dëmtuar e trurit duhet ju bëjnë të shqetësuar. Kjo do të thotë goditja shpesh dëmton vetëm një rënë të trurit dhe simptomat shfaqen më pas në anën tjetër të trupit. Kështu që një goditje në tru përfshin paralizën e një pjese të trupit, probleme me të folurën, ndjesia e shpimit me gjilpëra ose dëmtimit të duarve, të fytyrës, këmbëve dhe një rënë të trupit, konfuzione dhe çorientime, ndryshime të papritura të sjelljes, probleme me shikimin, probleme me ecjen, humbje e ekuilibrit, marramendje dhe dhimbje koke të forta, të përzjera dhe të vjedha, gjithashtu edhe konfuzione. Te femrat mund të shfaqen simptoma shtesë specifike, të cilat shpesh ngatrohen me simptoma të një sëmundje tjetër, përkatësisht të fikët, dobësi, gulqim, halucinacione, lemza dhe dhimbje. Duke reaguar sa më shpejt jetë e mundur, parandalohet dëmtimi i përhershëm i trurit, pa aftësia dhe humbja e jetës. Por a mund të parandalohet një goditje në tru? Ndryshimet e jetës dhe shmangja e rreziqeve dhe shkaqeve të mundshme të goditjeve në tru mund të zvogëlojë rrezikun e shfaqjeve të saj. Ndërprerja e duhanit ose pirja e alkoolit, humbja e peshës së tepërt, ndryshimi i dietës dhe kontrolli i rregullt tek mjeku, presioni i gjakut, sheqeri, kolesteroli dhe analizat e rregullta të gjakut mund të jenë të domosdoshme. Por si diagnostifikohet një goditje në tru? Përveç treguesve dhe simptomave të qarta, një goditje në tru ose ashpërsia e saj mund të diagnostifikohet me analiza të gjakut, CT ose skaner dhe rezonancë magnetike të kokës, ekzaminim EKG, ultratinguj karotenoide dhe ultratinguj të zemrës. Por si të trajtohet një goditje në tru? Trajtimi varet nga shkaku i goditjes në tru dhe ndikimi i saj në trup, e cila pjesë e trupit është e prekur dhe në çfarë mase është prekur. Në disa situata do të jetë e nevojshme të shkoni në terapi të caktuara fizike, në ushtrimet e të folurit, prezantimin e disa aktiviteteve fizike. Është gjithashtu e rëndësishme që të gjithë personat që marrin terapinë e përshkruar ta ndjekin atë në mënyrë rigoroze. Të konsultoheni me mjekun për çdo ndryshim të mundshëm që keni në trupin tuaj. Mos anashkaloni shenjat që trupi juaj është duke shfaqur. Neglizhenca mund të jetë më e rëndë se vetë sëmundja. Është e rëndësishme që nëse vëreni këto shenja për herë të parë në trupin tuaj, të konsultoheni me mjekun e familjes dhe më pas ai do ju udhëzojë drejt drejtimeve të duhura që mund të merrni për të parandaluar këto shqetësime. Është shumë e rëndësishme që të mos neglizhoni edhe këshillat e mjekut dhe të paraqiteni për të marrë trajtime më të specializuara për çdo ndryshim të mundshëm që mund të keni në shëndetin tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.